threatening our members and the government officials that they were threatening and they were running away. And we requested from the police forces to go and interrogate them and capture them, seize their cell phones, seize their laptops, and see what was inside, what is in there, what were their communications, and why did they run away. If they were not avoiding the law or they were not obstructing the law, what was the reason why they fled the place? Pra, me sa po shohim, kanë rritur dhe vëzhguesit pas policisë, kanë rritur edhe vëzhguesit e misionit të OSBE Odirit dhe zoti Belin Këlliçi, që është dhe drejtues politik i qarkut të Tiranës, po shpjegon situatën, personat që ndodheshin në atë zyrë pas një logo, pas një baner, sipas PD-s në shkelje të ligjit zgjedhor, kanë denoncuar largimin me vrap të njerëzve që ndodheshin në atë zyrë, që deri në momentin e mbërritjes së policisë kanë qenë të mbrojtur nga deputeti socialist Erion Braçe. One of my colleagues, a journalist in here, she called them twice and they did not reply to her. One of our members called 3 times for help Gjithashtu, po denoncon zoti Këlliçi edhe fakti që disa herë jo është në një distancë shumë afër shkollës, ai sa ligji nuk e lejon. Po thot zoti Këlliçi edhe fakti që është telefonuar disa herë tek organet kompetente të policisë nga një gazetari që ka qenë aty, nga disa antarë të tjerë të Partisë Demokratike, nga kandidatja për deputete zonja Adriana Kalaja, por policia ka ardhur të paktën me 1 orë e 30 minuta vonesë pasi është bërë denoncimi i parë. Gjithashtu është telefonuar edhe kreu i SPAK-ut, Altin Dumani. Pra paka shumë kjo është ajo që ka ndodhur sot pranë gjimnazit Petronini Luarasi, ku ka patur një përplasje mes përfaqësuesit të Partisë Socialiste me ata të Partisë Demokratike. And of these police forces that they are trying to, stop the vote buying is total, sorry for my language, bullshit. Just so you know, it's pure bureaucracy and it's nothing real. They are encouraging the vote buying in this country. They are encouraging the officials of the government to go against the will of the majority in this country, and they are enforcing and supporting the vote buying system in Albania. This is all I had to say. If you can excuse me now, I have to go.